Kreu i PD-s mendu tha që u kërcënua me braktisjen e mundshme të bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes së Përzhinës. Megjithse nuk zbuloi afatin konkret kur do t'i braktisë ato, tha se vendimi i tij vjen si rezultat i mos trajtimit të asnjë nga çështjeve të rëndësishme për shqiptarët në këtë dialog ndërpartiak. Mandje sipas Thaçit, çështja e listës zgjedhore e përbën problemin më të vogël në krahasim me sfidat e tjera të vendit. Kreu i PD-s u shpreh mosbesues për një epilog pozitiv rreth çështjeve të mbetura nga marrëveshja politike, ndërkohë që fajin për këtë ja faturoi BDI-s, e cila sipas tij është e dorëzuar. Asgjë që ka të bëjë me shqiptarët, asgjë që ka të bëjë me marrëdhëniet drejtnike, asgjë që ka të bëjë me keqpërdorimin e buxhetit, asgjë që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjes sorit, bilje A nuk është përmend në kuadër të dialogut dhe të bisedimeve. Kjo është fakti i madh, i fuqishëm, që jam shumë afër që këto bisedime dhe këtë dialog ta quaj manipulim të radhës. Sigurisht se ju dhe shumë të tjerë mund të pyesni direkt, po çka bën ti aty, masi definitivisht e sheh se asgjë nuk do të realizohet. Do të pres edhe shumë pak, dhe jam shumë afër që të largohem nga kjo tavolinë e cila nuk është e gatshme që asnjë problem të shqiptarëve ta trajtojë. Nga ana tjetër, Brukseli konfirmoi qëndrimin se çështja e mediave duhet të përmbyllet përpara 20 shkurtit, respektivisht afatit të fundit kur komuniteti ndërkombëtar do të inspektojë arritjet rreth pikave të mbetura nga marrëveshja e Përzhinës. Teksa ndërmjetësi belg Pieter van Hooijten qëndron në Bruksel për konsultime, partitë politike po bëhen gati që të martën të rinisin me intensitet më të lartë bisedimet rreth çështjeve të mbetura me listën zgjedhore dhe mediat. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kociančić në një deklaratë për Alsat nënvizoi se letra ambasadorëve Aivo Orav dhe Jez Belli nxjerrin në pah vendosshmërinë e komunitetit ndërkombëtar që fjala e lirë të jetë e garantuar në mënyrë që të sigurohet përfaqësimi objektiv dhe i paanshëm i ngjarjeve me trajtim të barabartë të pikpamjeve dhe mendimeve të ndryshme. Në letrën e përbashkët të BE-s dhe SBA-ve tregohen qartë qëndrimet e Komisionit Evropian se si e vlerësojmë rrjedhën e bisedimeve. Pozitat tona janë të qarta përsa ju përket reformave. Pozicionet e faktorit ndërkombëtar janë përkrahur edhe nga shoqatat mediatike, ndër të cilat edhe Asociacioni i Mediave Nacionale, të cilat përfaqësojnë 75% të tregut mediatik. Kërkesat e kësaj organizate janë në përputhje me standardet evropiane dhe me propozimet e shtruara që në dhjetor nga ndërmjetësi Van Hooijten, qëllimi të cilët mbetet liberalizimi i sektorit mediatik, ulja e xhobave dhe shtimi i masave korrigjuese para xhobitjes, garantimi i lirisë së shprehjes, depolitizimi i hapësirës mediatike si dhe ndërtimi i një platforme për demokratizimin e mëtejshëm të televizioneve. Mbetet që dy partitë më të mëdha të merren vesh rreth asaj se cili propozim duhet kaluar, ai LSDM-s, e cila hoqi dorë nga vërejtjet e saj me kushtin që të pranohen propozimi i ndërmjetësit Van Hooijten, ose ai VMRO DPMNES, i cili është i formuluar sipas ligjit gjerman, i kombinuar me atë belg dhe sloven.